Barazia gjinore. Pikpamja perëndimore ndaj gruas bazohet kryesisht në mungesën e barazisë së vërtetë. Mos u mashtroni nga parimet që thërret perëndimi. Ato janë thjesht parrulla të zbrasta që nuk përmbajnë asnjë grimtë të së vërtetës. Kultura perëndimore nuk mund të kuptohet vetëm përmes vështrimit të parrullave të saj të jashtme, por kërkon studim më të thelluar, sidomos në veprat e tyre letrare, për të zbuluar thelbin e saj të vërtetë. Është e vetë kuptueshme se drejtësia nuk është e barabartë me barazinë. Mos u hutoni, sepse ndonjëherë barazia mund të sjellë padrejtësi. Ndërsa drejtësia nuk kupton të vendosë çdo gjë në vendin e vet dhe të japë çdo personi të drejtën e tij, në këtë mënyrë drejtësia do të ishte drejtësi e plotë pa asnjë mangësi. Ne nuk mund ta themi këtë barazi të plotë mes të gjithë individëve të shoqërisë, sepse barazia është e pamundur për shkak të dallimeve natyrore mes njerëzve në fuqi, vullnet, vendosmëri dhe përpjekje. Disa njerëz bëjnë përpjekje minimale, disa të tjerë bëjnë shumë më tepër. Disa kanë më shumë krijimtari, ndërsa fuqitë në përgjithësi janë të ndryshme. Në Kuranin famëlar thuhet: "Dhe ata do të jenë gjithmonë të ndryshëm, përveç atyre që i mëshiron Zoti yt, dhe për këtë ai i krijoi." Pra njerëzit janë të ndryshëm në aftësitë e tyre, dhe kjo nuk është për të kundërshtuar. Ajo që ka rëndësi është që çdo kush të punojë sipas aftësisë së tij ose të saj, të përpiqet sipas vullnetit të vet dhe të fitojë sipas përgatitjes që ka.